Kjo përbërje e parlamentit nga kjo udhëheqje, po më vjen keq që shfrytëzohet zoti Gashi për këto qëllime që po shihen, që janë evidente, shërben krykput politikave të qeverisë dhe ashtu siç udhëhiqet konform ligjit rregullores, përgjegjësi për këtë ka Afrim Gashi. Nëse e shihni, është kthit debati i përdorimit gjuhës shqipe, nuk vijnë materialet në gjuhën shqipe. Kryesuesi Gashi lën rolin edhe të përkthysit duke fol sot në seancë vetëm se vjen presidenti aty 2 fjalë shqip, 3 fjalë maqedonisht e kështu me radhë, dhe pastaj vazhdon në gjuhën maqedone. Kështu që ne nuk mund edhe e kemi të qartë, nuk mund të presim që të zbatohet ligji për përdorimin e gjuhëve kur nga vetë Afrim Gashi nuk zbatohet në plotni. Gjuhët e jamtare është gjuha shqipe dhe ai bazë ligjit miratuar ka të drejtën fuqiplote që ta udhëheqë në kontinuitet në gjuhën shqipe. Për rrethana të caktuara nëse është të arsyeshme mundet edhe kështu. Po gjithaj aktrim, gjithaj lodhje që 2 fjalë shqip, 2 fjalë maqedonisht, ma mirë është filloje përfundoje dhe muhabeti.